E filloj me emrin e Allahut Madhreshëm, si që kemi tradit me fillu me falenderim dhe shprehje madhrimi ndaj Zotit të gjithësisë dhe duke i përcjell gjithmonë uratat edhe selamet tona për më të mirin njerëzimit Muhammedin a.s., familjen e tij, shokët e tij dhe duke u lutur për gjithë besimtarët, burra dhe gra, që Zoti i Madhreshëm t'ju fal udhëzim në rrugën e vërtetë dhe në rrugën e drejtë. Ju përshëndes juve gjithmonë, ju falenderoj shumë për kohën që ma dhuronin këtë pjesën e para xhumos. Inshallah na bojnë dobi këtu përpjekjet tona me shpjegu ligjin e Zotit Madhreshëm dhe fjalën e tij. E kemi thonë sa herë dhe besoj që është diçka e dishme në ligjërimin edhe në bindjet tona, se në këtë botë për herë ka pas udhëhec edhe prijetar të veprave të mira dhe përballë tyne gjithmonë ka pas njerëz të cilët i kanë prit keqes, e kanë promovu të keqen, i kanë bërë shërbim të keqes, edhe në një farë forme ja kanë kryer argatin, ja kanë bërë argatin të keqes. Normal, nëse e lam me definu çka është mirë dhe çka keq mbi pikpamjet tona individuale, tani secili ka një përkufizim për të mirën dhe për të keqen, por na jena fetar, edhe i besojna Zotit, dhe për neve e mira dhe keqja definohet jashtë kësaj bote, definohet prej anës Zotit Madhreshëm. Për neve e mirë është ajo që Zoti ka llogarit mirë, edhe e keqja është ajo që Zoti ka llogarit keqe. Jo mbas të tekeve private personale që secili mundet me definu të keqen dhe të mirën privatisht. Për ne, e mira dhe keqja definohet për një fuqie jashtë kësaj bote, Zotit gjithësisë, i cili pastaj na ka ndihmu neve me identifiku të mirën dhe të keqen nëpërmjet natyrës tonë njerëzore. Normal natyra pastër anon ka e mira dhe irritohet ka e keqja, edhe nëpërmjet mendjes shnosh, e cila është ndërtuar mbi premiset shnosha, edhe mendja shnosh e dën të mirën edhe e refuzon të keqen. Mbi qit premis, do më thonë, ka besimtar të anës e mirë edhe ka besimtar të anës keqe. Allahu thot në Kur'an, e përshkruan funin e kësaj bote. Atë ditë kur zullumçari do t'i kafshoj duart e tij dhe do të thot i miri on ta kisha marrë rrugën e pejgamberit, të shakon me këtë ushtrinë e profetëve, të shakon i rreshtun në anën e njerëzve të mirë. A i miri unë, mos ta kisha marrë filanin për shok ose për mik. Mos ta kisha marrë, mos t'i shashku mas filanit, i thojnë na shqip thjesht. A i miri unë, mos t'i shashku mas filanit, se ma humbi rrugën. Që kjo ajet, edhe ndër rreshta na tregon që në këtë botë ka dy lloj prisash, janë ata që i prind të marrës edhe të mirës, që këtu specifikohen profetet, edhe anën tjetër ata që i prind të keqes, që janë të pafund, domethënë prej djallit mallkun edhe gjithë ata që ja bojnë shërbimin atij. Tash pozicioni i një njeriu që nuk e ka marrë rrugën e pejgamberëve, po e ka marrë këtë rrugën tjetër, Allahu përshkruan pozitën edhe deklaratën e tij në botën tjetër, që ai po i han durët e veta, po i kafshon gishtat e tij, mos sikur ta kisha marrë pejgamberin për shembull, ose sikur ta kisha ndjek rrugën e pejgamberit, e mos ta kisha ndjek këtë rrugën tjetër të devijuar edhe rrugën e mashtrimit. Fort më rëndësi njeriu në këtë botë mas kujt rreshtohet, mas kujt shkon, çfarë vlerash beson. Rreshtimi është shumë i rëndësishëm këtë botë. Pavarësisht ai prind të se shini, Zoti kur na ka fal neve në këtë botë, nuk mundu me kanë ton pres. Një pjesë shumë e vogël, Zoti ju ka dhënë energji, mendje edhe afinitet që ata më ju pri proceseve. Qoftë në anën e mirë, qoftë në anën e keqe. Kanë energji shtesë. Jo secili, do më thonë, mund me kanë pres, mund me i pri, mund me kanë një farforme prijetari një
të mire ose një të keqe. Ndërkaq, masat e gjana, shumica e njerëzve, kanë me konë ndjekës. Në fund ditës kanë me njek dikan, kanë me pasu dikan. Ose kanë me pasu të miren, ose kanë me pasu të keqen. Në kohën e pejgamberit është një histori që e ilustron çfarë shpjegimin që apo thamon. Janë konë dy kurejshet në kohën e pejgamberit, edhe dytë janë konë elit. Janë konë njerëz me ndikim shoqni. Dy shok të ngushtë që janë konë edhe kundër pejgamberit alayhis salam. E kanë pa pejgamberin si rrezik për atë ranin edhe për atë pushtetin e tyre të zullumit që e kanë pas në Mekë. Kryesisht janë shku bashk, po me një rast ky i pari ka pas një udhtim jashtë vendit, edhe ky i dyti u met vet një kohë. Qatë kohën sa u met ky vet, edhe ju ka zbe pak ndikimi i të parit, ka pak u ofru me pejgamberin alayhis salam, u ofru pak, domethënë ka tregu shenja për afrimi me pejgamberin dhe me fenë e pejgamberit alayhis salam. Sa që thuhet, një ditë pas ka shtre një drek, edhe në mesin e njerëzve që i ka ftu në drek, ka ftu edhe pejgamberin, si diçka jo zakont. Dhe pejgamberi përgjigjet ftesës, dhe mes tjera, domthonjë gjatë bisedës, si duket ky e thot shahadetin, që thjesht me bo pejgamberin mu një mirë në konakun e tij. Sigurisht nuk e ka thonë mjaftueshëm me bindje të qartë dhe me bindje të thellë se Hazreti Muhamedi është i dërguar i Allahut madhresh. Kryhet ai far takimi, përfundon ai drek, njerëzit shpërndahen edhe fillon me qarkullu lajmi që filani u bë musliman. Kur kthehet ai shoku i tij pe udhtimit, thot shpresoj të mos jetë e vërtet qa kom një për ty. Hajë, thot, qa ke ndëgju? Thot, kom dëgju që ti e bo musliman edhe ke thonë shahadetin, po s'po kam qef me besu, po shpresoj që kjo mos me kone vërtet. Edhe këtë është del një farë pozicionit palakmushëm. Jo, thot, veç që e kom bo, thot, për mu një ma mira i në konakun tem, se nuk jam bo musliman, nuk e ndi vetën edhe nuk i besoj Muhamedit alayhis salam. Jo, thot, po dyshoj, thot, që je bo musliman. Thot që do më maru qefin, edhe me tregu besnikrin që ki ndaj mitësis me mua, me shku edhe me pështyn fytyr pejgamberin. Alayhis salam. E qohët, e shkon pejgamberi ka qenë një mezhlis për aty një mezhliseve afër Mekës, afër Qabës, edhe ofrohet e thyn pejgamberin edhe e pështyn fytyr pejgamberin alayhis salam. Ky njeri vritet luftën e Bedrit, Kurani fisnik, ndonë se nuk nalet në këtë histori specifikisht, po Kurani fisnik si kur donë me vendos një regull, që kjo historie e këtyne dy burrave të Mekës është e përsëritshme gjatë historisë, edhe shumë njerëz në situata të caktuara, për shkak se e ka një mik ose një shok që është antifetar, që është kundër feje, ka më ardhur momenti që për m'ia marru qefun mikut e shokut, ka me dhonë deklarata kundër feje, ka me fyfen, ka me shozotin, edhe na po i shohëm tash. Që kjo farë historia e këtyne dy burrave, që është e përsëritshme dhe i ditë kiametit, që edhe sot pe vrejmë gjithanej botës, kjo i ka disa mësime që i kisha një 4 mësime i kisha përmen kështu shpejt, veç si për kufizim, si për mbledhje. E para të dashtën, njeriu është mirë gjithmonë mos me harru që natyra e kësaj bote është në lëvizje. Çdo gjë këtë botën lëvizje. Çka kuptojmë na kur thojna jeta në lëvizje? Na i thojna shqip rrota e historisë sillet, i thojna na shqipa e fjala urt. Rrota e historisë sillet. Çfarë ne kuptojmë me këtë fjalë? Me këtë fjalë ne kuptojmë se sot e ki pak pushtet, e nuk o mirë me qenë me në madh, e nuk o mirë me ngrit kokën lart, se nestra mund me tra pushteti. Sot i ki pak lek, e të në vetë janë hoj, e janë nisë me i fy njerëz, janë nisë me i ofendu njerëz, janë nisë me i nënçmu njerëz, se i ke bo 2 dinar. E nuk o mirë me harru, se bota është lëvizje. Ata që ti mund sot me llogarit se janë dopt, nestra ata mund me konë të fort. Sot mund është me llogarit vetën i fort, nestra mund me konë i dopt. Dhe ky kuptim
të dashtun, që ky kuptim nuk ka të bëjë vetëm me individ, as vetëm me familje. Ky ka të bëjë edhe me shoqëni, po ky ka të bëjë edhe me shtete. Për çata roli i fesë është njeriu gjithmonë me majt në vlera. Mos m'ia kujtu gjithmonë vlerat, m'ia kujtu mësimet, m'ia kujtu çështjet parimore. Pavarësisht a je i varfër, a je i pasur, a ki pushtet, a je i fortë. Krejt këto elemente janë lëvizje, forca, pushteti, paraja, pozita janë lëvizje. Vetëm vlerat nuk janë lëvizje. Ndershmëria, besnikëria, bujaria, butësia, gjitha janë vlera konstante që kanë me deri në ditë kiametit. Për çata, nuk është mirë me i bë kurban vlerat pse e ke bë pak pushtet ose pse pak je bë i fortë ose pse i ke bë 2 lekë. S'është mirë me i shkel vlerat pse pak je bë i fortë, sepse Zoti po ta kujton që bota është në lëvizje. Që ky është mësimi shumë i rëndësishëm. Këta 2 zotnit këtu që e luftojnë pejgamberin alayhis salam, që të dy të përfundojnë të vranë në lufta, këta 2 në kohën kur e kanë fy pejgamberin janë kon elit. Kur s'ja u ka marrë menja atyne që ka marrë dita që ata kanë mera. Kur s'kanë besu. Ju që e keni jetu komunizmin, kur ka qenë komunizmin kulm, mi pa thonë dikuj në atë kohë që ka mera komunizmi dhe ka mu harru dhe kanë, kërkush s'kish besu. Ama ka mera se kjo legji jetës. Gjdo përpjec me ka dhe të poshtën, gjdo ngritje ka dhe edhe ramjen. Mësimi 2 i rëndësishëm. Shumë me rëndësi me kanë shoshnohesh, kanë e ki mik dhe me kanë ndihesh mirë. A dini xhamat, që dhe më thonë, kur me dikan rrën edhe ndihesh mirë, i bjen që struktura jote e mbrëmshme është në përputhje plot me strukturën e tij të mbrëmshme. Se shini, na kur takohem me një tjetrin, kur bëhem na miq me një tjetrin, na nuk bëhem miq për shkak të fizionomisë. Fizionomia më me kanë veç kontakti i parë. Na vazhdojnë amitësinë me një tjetrin jo më për shkak të pamjes ose për shkak të dukjeve se elementeve të jashtme. Na qëndrojnë amik me një tjetrin më për shkak të strukturës të mbrëmshme, moralit, formimit të mbrëmshëm, që unë e një mirë veten me ty se me ecë muhabeti. Do të thonë, ka diçka te ti edhe ka diçka te unë mbrana që na mojnë bashkë. Nuk është veç fizionomia që na mon bashkë. Elementi i tretë dhe shumë i rëndësishëm. Kur thojna miku, shoku, vllav, gjithçka që ka të bëjë me miqësinë. Për fat keq, miqësinë kanë herë matën veç me sa ta nxjet dorën, sa është i dobishëm një mik kuptimin fizik, material. Është reale, është korrekte kjo qasje, por nuk ka e mjaftueshme. Pse? Sepse një mik, një shok, një dashamir, nuk është veç ai që ta nxjet dorën në momente të vështira, po është edhe ai që të mbështet moralisht në momente të vështira. Është ai që qëndron pra teje në momente të vështira, është ai që të orienton në momente të vështira, është ai që ta nxjet dorën. Është ai njeri që ndoshta ty najt me ta e ke njoftë edhe Zotin. Është ai njeri që ndoshta ty najt me ta ke përmirësuar edhe fjalorin. Është po ai njeri që ndoshta ty qëndru edhe ty bashkë bisedu me ta, ke fillu mu avancu edhe në aspektin mendor dhe kulturor. Domethënë, mik edhe shok edhe dashamir nuk është matja kryesore vetëm sa të ndihmon fizikisht. Është edhe sa të ndihmon moralisht gjithashtu. Sa e ke pohojnë kuptimin e formimit tan. Secili prej neve e ka një mik, e ka një dost, e ka një njeri që nështë ju kon vendimtar që m'ja orientu jetën atij. Nështë edhe jetën profesionale shpesh, po edhe jetën e fesë dhe të besimit. Edhe elementi i funit. Materializmi bashkë me kapitalizmin e eger, po na krijojnë çdo ditë përshtypjen neve njerëzve të këtij shekulli, që na mundu me jetu vetë dhe na nuk kena nevojë për shok. Bile, shumë njerëz kur dojnë mu livdu, thot unë s'kam shokun e një shok e kam, se nuk i preferoj shumë shoqnin. Edhe këto e thot me një farë krenarie. Dhe na çdo ditë falco në kuptimin e iluzionit, po mendojmë që na mundu me jetu vetë. Ndërkaq, jeta, feja, profetet na kanë tregu që njeriu nuk duhet me jetu vetë, edhe mundet me jetu vetë. Mirë po kur jeton vetë, sa jetë njeria i pastaj. Sepse kjo me jetu vjetë bjen desh me atë parimin që e kanë thonë krejt filozoft, njeriu e qenie sociale, njeriu e qenie shoqnore. Po, është e vërtet që ti mund me jetu vetë. Mirë po pyetja ndryshe shtrohet.
Jo a mund me jetu vet, a mund me jetu në bashkësi. Pyetja shtrohet, kur jetojsh vet, a është gjendje rregullt, edhe a je mjaftueshëm njeri? Që kjo duhet më shtry pyetja. Jo a mund sepse këtë po motet, a mund me jetu vet financiarisht. Edhe në botën materialiste, edhe në kapitalizëm, po, përgjigja më herë thjesht. Unë më me jetu vet në kuptimin material. Mirë po pyetja shtrohet, a është gjendje rregullt kur ti sjeton me askan, kur ti fol keq për këtë botën, kur ti je leqit me këtë botën, as me që është da Samira, shok as ti njëri. Edhe dhe, unë mu me jetu vet. Me jetu mund vet, veç janë edhe dy pyetje që du të mu shtru mas. A o që kjo gjendje rregullt, edhe so je njëri ti mo, so ke me ti njëri. Pra ndaj, shini sa interesant. Pejgambert kanë pas nevojë për shok. Pejgambert, Hazreti Ebu Bekri Mosarani, hijreti, nuk e ka bo vet, e ka bo me Ebu Bekrin. Jo se ka pas nevoj financiare për Ebu Bekrit, ka pas nevoj për shok, për mik. Gjdo njeri në këtë bot ka nevoj për shok. Kur gjo, ki nevoj për një njeri që mund është më shprej lirshëm edhe mi a thonë halët edhe aj mi besu halët e tua. Se kur u kthy pe Isra se Mirajit pejgamberi a.s. I dhujtarët e kanë pas hap një muhabet aty në Mekë. Shkoni vetë në Ebu Bekrin, apo beson që pejgamberi e ka bo qatë farudhtimin në lartë. Ebu Bekri, kur janë shku të Ebu Bekri, ka thonë, unë e besoj, a ka thonë, po, unë besoj edhe ma shumë se kjo, unë besoj që ati vjen shpallja prej qilit. Shtrut një pyetje këtu. Pse e ka lavdu pejgamberi qatë shumë Ebu Bekrin në qëtu momente? Sepse pejgamberi ka dasht me thonë që, ndonë se ajo është profet i Zotit, ka nevoj për njëri që i beson, ka njëri për njëri që i beson kauzave, bindjeve, spjegimeve dhe gjitha interpretimeve që ai ka bo. Faleminderit shumë, Allah ju shpëlbeft. Selam aleikum.